Dita e parë e vitit 2026 e gjeti presidentin në një bashkëbisedim me forcat e armatosura. Kreu i shtetit zhvilloi një bisedë online me efektivët që shërbejnë jashtë vendit, ndërsa vlerësoi kontributin dhe punën e tyre për ruajtjen e sigurisë në botë. Ju jeni në krye të detyrës dhe në shërbim të adeut, në shërbim të paqes, të sigurisë dhe lirisë. Ju mbani lart flamurin e Shqipërisë dhe ne ndjehemi krenar për shërbimin tuaj. Angazhimi juaj, siç u përmend këtu, nga Kosova, Bosnjë-Hercegovinë, në Bullgari, Letoni, Detin e Gje, Irak, Sinai, Sudanin e Jugut dhe në strukturat për mbështetjen e Ukrainës janë dëshmi e qartë e angazhimit dhe përkushtimit të Shqipërisë ndaj paqes dhe sigurisë, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Shqipëria do të shtojë kontributin në misione dhe operacione jashtë vendit. Presidenti njoftoi marrjen e komandës së batalionit shumë kombësh të rezervës operacionale të KFOR.